Me vendim numër 550 datë 1 tetor 2025, Kryeministri Edi Rama emëroi Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha dhe Ministren e Arsimit Mirela Kumbaro në bordin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku janë përqendruar mbi 70% e fondeve të investimeve publike me vlera të mëdha monetare. Por vetëm një javë më vonë, me vendim qeveria numër 569, datë 8 tetor 2025, Rama i caktoi të dy ministrat edhe si antar të Komisionit Shtetëror të procesit të rindërtimit. 6 vite pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, kryeministri e ka konsideruar të përfunduar procesin e rindërtimit dhe ka vendosur të hartojë bilancin financiar të investimeve. Për ta bërë këtë, ai ka riaktivizuar Komisionin Shtetëror të Rindërtimit, i cili formalisht ka pasur për detyrë organizimin, administrimin e fondeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve, ndërsa tenderet dhe ndarjet e fondeve janë bërë direkt nga zyra e kryeministrit. Në përbërjen e re të këtij komisioni, Rama ka futur 2 nga njerëzit më të besuar të tij, të njohur për abuzimet e shumta me tender dhe pasuri publike gjatë 12 viteve të pushtetit socialist, Blendi Goxha dhe Mirela Kumbaro. Qëllimi i emërimit të tyre është i qartë: hartimi dhe firmosja e bilancit financiar të shpenzimit të 1.2 miliard eurove që u dhanë për rindërtimin e banesave të dëmtuara. Sipas burimeve të pamfletit brenda Ministrisë Financave, komisioni do të përgatisë raportet përfundimtare financiare, të cilat më pas do të firmosen nga ministrat Goxha dhe Kumbaro sipas udhëzimeve të Ramës. Drejtuesit e bashkive Tiranë, Kamës, Vorë, Durrës, Krujë, Kurbin, Shijak dhe Lezhë, njësitë zbatuese të projekteve të rindërtimit, do të firmosin raportet përfundimtare në mënyrë formale. Bilancet do të vërlosen përfundimisht nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli, ndërsa në fund do të firmosen edhe nga Ministri i Financave Petrit Malaj. Për Edi Rama nuk ka rëndësi sa banesa janë rindërtuar dhe sa familje janë sistemuar, por vetëm që të justifikohet me dokumente zyrtare shpenzimi i 1.2 miliard eurove të mbledhura nga donacionet dhe kredit ndërkombëtare. Ka dyshime se në këtë proces do të shtohen edhe miliona euro të tjera të paraqitura si fonde shtesë nga buxheti i shtetit, për të mbyllur përfundimisht pazaret e vjetra të qeverisë.